Një sistem i ri, modernizuar dhe i orientuar drejt standardeve ndërkombëtare pritet të transformojë mënyrën e ofrimit të shërbimit arsimor në vend. Kjo nisëm me rrjet pas marrëveshjes së nënshkruar mes qeverisë shqiptare dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, që parashikon krijimin e Agjencisë Kombëtare të Shërbimit Arsimor. Gjatë prezantimit të këtij projekti, kryeministri Edi Rama e cilësoi këtë hap si një moment kyç për rritjen e cilësisë në arsimin parauniversitar dhe universitar. Sot ne më në fund edhim këtë hap tjetër kaq të rëndësishëm për t'i dhënë përsëri teknologjisë një hapësirë të konsiderueshme në trajtimin e shërbimeve në funksion të arsimit parauniversitar dhe të arsimit lart. I jashtëzakonshëm është hapi që edhim sot, jo thjesht duke vënë teknologjinë në dispozicion të qendrës së shërbimeve arsimore, por duke vënë në dispozicion të gjithë atyre që marrin dhe do të marrin shërbime arsimore një standard ekselence si ai i Universitetit të Cambridge. Kreu i qeverisë bëri të ditur gjithashtu se kjo nisëm është pjesë e një pakete më të gjerë reformash dhe marrëveshjesh, të cilat synojnë të krijojnë një sistem më të drejtë, transparent dhe të barabartë për nxënësit dhe studentët në Shqipëri. Dhe gjëja më e rëndësishme është që nga gjithë këto operacione armiqësore do fitojnë dhe do përfitojnë fëmijët, të rinjt, nxënësit, studentët, prindrit, sepse edhe ky proces tani më do të jetë një proces i drejtë, transparent, i barabartë, i pandikueshëm nga askush dhe siç u tha këtu, besoj që për gjithë ata që logjikojnë një metodë dhe një standard i cili ka bërë ndryshimin cilësor në arsimin e lartë të Singaporit, hyn sot në Shqipëri dhe krijon premisat për një perspektivë shumë herë më të mirë se ajo që kishte deri para se të fillonte sot dita, arsimi i lartë dhe arsimi në tërësi në Shqipëri. Nga ana tjetër, ministrja Mirela Kumbaro theksoi se krijimi i kësaj agjencie vjen si nevojë për të përmbushur kërkesat për rritjen në standardizim, transparencë dhe integritet në ofrimin e shërbimeve arsimore. Për gjitha këto, përgjegjësia publike dhe nevoja për standardizim dhe gjurmëshmëri, transparencë dhe integritet, së bashku me zgjerimin e vazhdueshëm të portofolit shërbimeve, na kërkon një sistem më të modernizuar i cili i përgjigjet standardeve ndërkombëtare. Më pëlqeu shumë fjalia që ju dan thatë kur flasim për testime. Trust, besimi, besueshmëria, kredibiliteti në shërbim është standardi numër 1. Dhe kjo nuk ndërtohet thjesht me dëshirë të mirë, por kërkon sisteme dhe një model më të avancuar të njësisë që ofron. Dhe këtë kemi projektuar në modelin e Agjencisë Kombëtare të Shërbimeve Arsimore. Reforma pritet të ndikojë në mënyrë të ndjeshme në përmirësimin e cilësisë së arsimit dhe në rritjen e besimit të qytetarëve tek institucionet arsimore.